Mirë se na erdhe Lajde. Mirë se u gjeta. Prima se na erdhe. Po. Faleminderit shumë për ftesën da Frona. Faleminderit që erdhe. Ka ku që se mi takuara, që se mi Po, ka. Vite të shkojnë? Po. Tregom, që ti? Mirë. Mirë, super, ka dukesh. Faleminderit gjithashtu. Shumë faleminderit. Që shke nisur krejt këto, dhe më thonë, këtë rrugtimin tonë? Tregom. Po, Frona, une faktikisht ka vite që më të kërku diçka për me bë për i shpis, po nuk e kum gjetë gjithmonë ato që më ka përmbush mu, se nëse vendos për me bë diçka, do të më përmbush. Edhe e kum gjetë ato çka muj me bë, edhe më plotson mu, plotson familjen time, sidomos i plotson edhe fëmijët e mi. Shumë bukur. E këta këtë punë, dhe më thonë ti e bën prej shtëpisë. Po. Qysh e menaxhon, dhe më thonë, qysh e ke nisur? Që sa tregon pak më shumë për kompaninë, dhe më thonë, për cilën ti e përfaqëson. Po. Unë jam në Essence Ride, edhe bashkëpunoj me firmën Gjogan. Prej asoj firmën vinë edhe këto produkte, që i kemi shumë të mira. Edhe kohën teme, do më thonë, e menaxhoj kur janë fëmija në shkollë. E kom edhe një fëmijë të vogël, edhe ajo ka qenë arsyeja sepse unë kom vendos 100% me qëndru në shtëpi, edhe mu fokusu te fëmijët e mi. Edhe në atë kohë kur i kam fëmijë në shkollë, punoj, kur vit fëmija në shtëpi, jam në atë kohë me fëmijët, edhe ata mazite prap shkojnë të shkolla, prap e vazhdoj punën, edhe kështu. Do më thonë, ti i sheth produktet prej shtëpisë. Po. A e kuptova mirë? Na e kemi online shop, do më thonë, na asë gjatë nuk e mojnë në shtëpi, na e kemi online shopin tonë, ku i kemi gjithsej këtë produkte, edhe nëpërmjet online shopit na i bëjmë porosit. Ato porosi ose shkojnë direkt te klienti, ose për shembull nëse kemi klient që i kemi offer, porosit na vinë të shtëpia neve, edhe tani na thashtojmë edhe i shpërndajmë. Shumë mirë. Po, normalisht jam në shtëpi. Shumë mirë. Do më thonë, ti i përfaqëson produktet, ti si përfaqësuese, Po. edhe për shembull sa e përket a jenë vetëm në Zvicër apo worldwide, do më thonë kudo në botë. Kudo, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëni, do më thonë. Po. Okej. A keni edhe ati shitës, do më thonë përfaqësueset që e keni në Kosovë already, apo doni mi kriju edhe me për momentin jemi të ndërthu Kosovën. Shumë mirë. Jemi ndërtim të Kosovës, se me Zvicër, me Gjermani, Itali, do më thonë se firmën na e kemi në Itali, që na i prodhonive produktet. E kemi e rrit, jena shumë mirë na, po tash jemi kthy edhe në Kosovë, Shqipërinë edhe Maqedoninë jemi tu e forcu. Shumë bukur, shumë mirë. E çfarë produkte kemi tash ne këtu? Se kemi tash lloj produkte që kisha pas qef me ditë pak më shumë. Çka? Po, kemi shumë. Ku më janë pak, shinin tu i po janë vetëm pak. E filloj me kolagen. Kolageni i cili ka ekspandu, do me thonë këtë vit, e ka dëshmu për ato çka, do me thonë e ka dëshmu për efektin që e ka pas. Na kur e dim, kolageni, trupi jonë prodhon kolagen deri në moshën 25. Pas moshës 25 nuk prodhon më. Tani na duhet me fillu për me marrë kolagenin vet, edhe ky kolagen ka vitamin C, biotin, cink ka brenda, si duhen trupit, edhe vitaminin B. Vitamini B do më thonë i ka krejt vitaminin brenda. Kolagen, parfimat tonë që janë bërë shumë të famshëm, i kemi. Këtu janë markat Luxury. Këto e kam, edhe pse a më shkruan Olva Zeta? Olva Zeta është firma jo, është marka parfimit. A Gjogan çka ka të bëjë, domethënë Olva Zeta? Është Olva Zeta, parfimi është Olva Zeta. Shumë mirë. Po, tani kemi seruma të flokëve, shampona të flokëve, këto i kemi për ranje të flokëve, domethënë. Ky serum është shumë i mirë. Për ata që kanë problem, ky shkon set me gjithë shamponin edhe ampule ka. Kjo është prej langut kërmyllit, edhe këtu e kemi komplet setin. Kemi shampon për body, trupit. Kjo është për zbokth, do thonë ata që kanë problem me zbokthin. Celulit, kemi për zgjuarje të dhomëve. E kemi edhe varin multifunksion. Do të thonë kjo është për qetësi, ose kur ke dhimbje koke, i non 2-3 pika në ujë, edhe e bën, do më thonë qetëson. Është shumë i mirë. Tani kemi edhe aromën e shtëpisë,
i cili është me dizajn italian, ka një aromë shumë të mirë, edhe do më thonë na këtu i kemi se cila që punojmë me shogan, i kemi këto produkte edhe në atë moment që na hyjmë mysafir njëve në shtëpi, e kuptoj që është një aromë tjetër. Është një aromë shumë e mirë, edhe për atë arsye dhe i rekomandojmë të klientat, kemi produktet pastrimit. Që këto i kom pa për herë të parë. Unë e kom ditë që shogun ka parfume, për fytyrë, më thonë për trup, produkte për në shtëpi, se kom ditë. Po, edhe këtu i kemi, edhe kjo është e mira këtëve produkteve që ne bashkëpunojmë me spitale, hoteleri, restorante, do më thonë jemi aq të mirë që e kemi edhe licencë për me punu me spitalet. Edhe produktet e tona, do më thonë pastrimit janë HACCP testume. Edhe krejt që ka me thonë për këto produkte, sikur na e dim se cili produkt që të prodhohet, testohet një herë në kafsh, tani testohet njerëz. Kurse produktet e tona testohen me një herë njerëz. Pa marrë parasysh, është kolagen, apo është një serum, është, do të thonë edhe këtu. Medikamentat, ne kemi edhe medikamenta për dopsim, kemi suplimente për dopsim, gjitha këto testohen te ne njerëz. Sepse janë bio. Kjo është sa ju përket produkteve. Më thonë kemi shumë. Wow. Shumë e keni të më thonë si bjen e keni të zmadhun, do më thonë, po shumë prej lloj, do më thonë, për çka duhet. Çka duhet, thamë. Edhe shminka keni. Patjetër, edhe shminka, pudër. Kemi rush, Nëse dikush, lajde, do në mu bo pjesë në përfaqësuese, ç'ish duhet me bo ai person, do më thonë, ç'ish me marrë këtë drejtim. Po. Një natë, si thua ti, që do me punu për shtëpisë, ku duhet me bo, ç'ish duhet me bo hapën e parë për me hinë ç'të drejtim, ç'të biznes. Po. Na jemi gjithsejt 175.000 konsulenta. Wow. Po. Do më thonë krejt shumë, pa marrë parasysh ai me jetë çashtë në Zvicër, apo për krejt vendime na mundemi me punu, edhe asun nuk e kom ditë në fillim, po firma jonë për me na liru neve për puna e prezantimit edhe më jam shpjegu njerëzve që kanë interes në punu për shtëpies, na mundson çdo prezantimin e firmës. Në gjuhën gjermane, do të thonë këtë gjuhë i kemi. Në gjuhën gjermane, në gjuhën shqipe, italiane, shqipe kemi çdo të martë që na mundson firma për me na lehtësu neve punën. Ata njerëz që kanë interes i ftojmë të martën prezantim të firmës që bëhet via Zoom, e ndëgjojnë, ka njerëz që vendosin me një herë mua të arsu, ka njerëz që vendosin mas 2-3 ditëve ose du të me ju lënë paku me mendu, sepse këtu edhe unë më me thonë, nuk e kam vendos me një herë, sepse network marketing nuk e kom njoft. Po. Edhe për me njoft network marketing ti dush me besu. Në atë moment që të fillon ti ose fiton vetë besimin, vendos me njëherë. Për atë arsye na i ftojmë edhe njerëzit në prezantim, ju lajmë kohë, e ndëgjoj prezantimin, ju lajmë kohë për me vendos. Kemi njerëz që startojnë me një herë a ditë, pas se ta ndëgjoj prezantimin, po kemi njerëz edhe që, do më thonë, mbas se ka kalu 2 ose 3 ditë, po e mira e kësaj pune është që jenë në shtëpi. Ta të isha s'kët një fytin të zhenet apo, çka është e mira, se ma e mira, do më thonë. Nuk do me thonë vetëm shtëpi që je, se na je e pavarur prej vendit. Po, mundesh me punu, je me një lokal ose je në pushim, për shembull je edhe në Kosovë, ose je dikon deti, e ki punën me veti. Një telefon ose një laptop, edhe do me thonë ti online shopping tonë punën tonë e merr me veti. Po. Kudo që je? Kudo që je pa mvarur prej vendit, e mira shumë, po. E mira e kësajna është që sidomos nonat, unë vetë kom punu, deri me një pikë ku e kom kuptu se unë du të me kanë për fëmijën e mi këto. Edhe kom kërku shumë, po nuk kom ka përmbush asë një ofertë që më ka ardhur për pos kësajna. Se je ofër fëmijëve, e ki punën shpi, e ki kontrolën, do më thonë, din ti me organizu vetën vetë. Kemi edhe momente, për shembull, bashkë në atë moment që janë fëmija të shtëpia, ke shumë kërkesa, ose të klientëve, ose të antarëve, ose janë ata që dojnë mua të arsu, e të dush me marrë kohë për ata, po unë me thonë që kom mbështetjen shumë të madhe dhe prej burrit, në atë kohë që është burri në shtëpi mirë të dhaj me fëmijë,
edhe kjo është e mira e network marketing. Nice. Shumë interesant. Sidomos për gratë si thua që nana që janë me fëmijë, që si kanë mundësi domethënë non-stop me qenë për me shku non-stop në punë 9 orë me punu me qenë larg fëmijëve. Është nice. Lajde, nëse dikush është interesuar për tim këtë biznes, domethënë, a munden edhe këto direkt mu lajmëru te ti që ti mi dha një instruksion, domethënë mi dhan me hin këtë biznes, domethënë, a mund direkt mu lajmëru te ti? Po, mund direkt. Domethënë ju duhet vetëm një link. Në bazë atij linku njerëzit të regjistrohen, secili për neve është regjistruar në bazë atij linku dhe me atë link e merr edhe regjistrohesh edhe domethënë jeton një pjesë e Essence Tribe. Edhe vazhdon pastaj. Edhe vazhdon. Ne I kemi, a është më fal që të pyes Lajde, a është në fillim I vështirë derisa të hesh në këtë ka qenë e vështirë në fillim derisa ja ka marrë punën në dorë apo unë sikur thash network marketing zero. Po. E që ama se çka është, sakt nuk e kum ditë. Po fal Essence Tribe, domethënë neve këta na trajnojnë edhe pse tash na mëna e kemi kuptuar, domethënë krejt procedura se si shkon. Këta neve na trajnojnë çdo javë. Çdo javë na marrim trajnime prej firmës, prej kompanisë tonë, me të cilën na mujna me hecën se të cilën herë një hap më para. Okej. Nuk më thonë që është vështirë nëse ke potencial. Këtu duhet network marketing, duhet vetëm dëshira dhe potenciali. Po ka të potencial edhe dëshirë me ecë përpara, me tregu veten se çka jemi ne femrat të gatshme, tafta për me bë, nuk të vjen asnjë aftësi. Po. Se ka për shembull gra që për shembull I kanë vizionet, e kanë dëshirë, po ndoshta ju mungon diçka që si thotë një gjermanisht e di fjalën, po një për me shtyr dikush, për me çka I këshillu ti për shembull grave ose të rejat ose që janë qikat për me bë këtë hap, që më thonë, hey, ndoshta donë qatë kohë s'kom qenë e gatshme, po më ka nevojit për shembull, se di, çka ju këshillu femrave ose gra që janë për shembull për shtëpisë që kishin pas qef me pas një punë që mundë me bu si kur ti tash. Patjetër. Nëse unë sukur po them, nëse dush ti me ecën përpara, edhe me kuptu, domethënë mos me shku shkurt edhe shqip me thonë një fjalë, nëse nuk doni me shku me punu për dikant tjetër, po vetëm për veten, nejna këtu. Domethënë, kompania jonë është këtu që ta forsan për me punu ti vetëm për veten, ti nuk punon absolut as për kompaninë, as për ti punon për veten edhe sa dush ti. Nëse ti mrit me një cil, edhe thu unë kam arrit këtu dhe këtu do me përfundu, domethënë këtu ndalona se për mua mjafton, edhe domethënë na e kuptojmë atë hap tënde, ti ke vendos deri në shkollë më shku, edhe domethënë e ndalmi. Se është mirë për ty. Ti domethënë ke vendos vet me fitu vetëm kaq për kompaninë. Domethënë s'ki si një lloj si jo presion, po si një lloj që duhet që shifët që çdo shiti duhet më mbrit. Absolutisht. Kjo është më e mira. Se ndoshta përderisa ti se ki atë lloj presioni, ndoshta edhe më shumë ki vullnet edhe më shumë shes sepse se ke atë lloj presion që ki mbas. Jo, absolut. Ti vet sa don ti. Po. Dikush ecë me një tempo shumë të shpejt, dikush ecë me një tempo shumë kadale, na nuk mundna me I bë këtë shpejt. Edhe unë në fillim kur kam startu, derisa kom domethënë unë vet nuk kom ecë shumë shpejt se kom deshnja me kuptu 100% domethënë sakt se si shkon. Ose me bë gabime, ose mos me dal diçka me profiru në klienti diçka që nuk e kom fakt, nuk e kom provu vet, ose nuk kom njohuri për atë produkt. E kom kuptu punën krejt edhe tani kur e kom kuptu domethënë kom startu edhe nuk se kom e ndalë. Po, bravo, shumë mirë, shumë bukur. Edhe interesant, shumë biznes interesant. Dhe sidomos si thuti që e bën prej shtëpisë, është një sidomos gratë në kohën e sodit na duhet me menaxhu krejt. Familjen, fëmijët, punën, edhe kjo t'jep një mundësi që ti mundesh me menaxhu të gjitha sanat prej shtëpisë. Prej shtëpisë, po. Për atë arsye edhe thon ne nuk bashkëpunojmë vetëm me gra, domethënë me nana, ne bashkëpunojmë edhe me vajza të reja, se e kanë kuptu që sot për sot është mirë me punu me network marketing. Po se ajo është e ardhmja. Është e ardhmja. Gjithçka nëse eshe, gjithçka bëhet online. Po. Gjithçka porositi bën online. S'ka njerëz do kanë edhe durima me shkollë për diçan edhe se si thot koha është shtrenjtë. Çat kohë që ti shkon në qytet e këshillin hin online edhe porosit sanet online. Po, është e vërtetë. Edhe një gjë deshta me cik, me një punë normale,
Do me thonë ti i lutesh shefit për më të arritën rrogën. Për të arritën, më thonë pogën Po, tëne, po. i lutesh ti atina, nëse nuk ju ki lut, ta ka rritaj një herë në vjetë, Po. aq sa ka deshaj. A këtu? Këtu, sa do në ti vetë. Okay. E qysh ashtu? Me provizion apo me qysh? Edhe me provizion, po edhe nëse ti për shembull je e shkatë dhe do me arrit shumë, do me thonë ti e vendos vetë se sa do. I pikat e qëllimit të tua ti vet i cakton. Po, Nëse ti nuk shef shumë, normal që edhe të mvaret ti sa ku i ke qëllimit të tua. Po. Okay. Si është atit Armen? Do më thënë, ku është e vete mas 1 ose 3 vitesh? Lajde, me biznesin me çogan. Shumë lartë. Shumë, sepse ti dush me pas një vizion. Po. Për me qenë aty, me orë aty ku dëshiron ti, dush me pas një vizion. Nëse nuk e ke atë vizion, do me thonë ngel aty ku je deri me tani edhe është çdo gjë në rregull. Po nëse sheh veten pak më lart, do me thonë eci me vizionin kam. Edhe unë muj me thonë si fal network marketing, mindset-i imi është forcu shumë. Vetë besimi im është forcu shumë. Edhe para se me startu këtu, nuk është që kom pas një komfort zone që më ka bloku, po pas regjistrimit tam në Essence Ride, komfort zona ime do më thonë është ajo perdën që e kemi na se cila femër që s'mujna me dalë pjasë e perdë, do më thonë e kum he, edhe nuk do më thonë nuk shoh më, për para nuk shoh asë gjë për pas vizionit tem. Do më thonë Lajda, nëse ty kush si që përmenda më herët, është interesum për me hinë këtë biznes, përmes linkut të cilën tani do e publikojmë, mund të lajmërohen të ti, edhe mund bëhen antar. Super. Biznes shumë interesant. Ishte knasi Lajda, edhe të uroj shumë suksese në këtë drejtim, se për shoh që qenë ka puni me një biznes që është për të ardhmen, edhe të uroj vetëm suksese, edhe jam kurioze me i përvu disa produkte për ty. Patjetër, falenderoj shumë për fjesën e punës, për kohën që e ke marrë për mua. Edhe pse ne kemi 15 vite që si mi taku ma, E vërtet. po puna ta kanë prapë, E vërtet. falenderoj shumë për Shumë kohën. suksese. Faleminderit gjithashtu. Faleminderit. Ciao. Ciao.